Zoti është i mirë për jetë, patjetër ai është i shenjtë, është edhe i rrept, nuk e toleron mëkatin. Ai nuk pëlqen kur në zemrën tonë kemi idhuj. Çfarë do thotë kesh idhuj? Kur ke diçka që e do më shumë se Zoti. Edhe e kuptojmë që të gjithë jemi si natyrë idhujtare, sepse jemi mëkatarë. Po një krishter që lind nga fryma e shenjtë, dhe pasi njeh Zotin e tij përmes fjalës dhe fryma i zbulon pjesë karakterit të Perëndisë, sa shumë Perëndia e do, sa shumë e njeh, sa shumë është kujdesur edhe kur nuk ka besuar ky njeri. Atëherë rritet e dashuria për Zotin. Dhe largohen idhujt nga zemra jonë, largohen gjithë to pislliqe do thoshim, që na pengojnë këto ndotje pa pastërti. Dhe njeriu kështu shenjtërohet. Pra pasoj, ky është shenjtërimi, është shpirtëror. Patjetër që është dhe fizik, pra njeriu heq pjesë në veset, eliminon aktivitetet e dëmshme, aktivitetet e kota,